misar të dërguar ambasador të cilët vinin dhe talleshin me shqiptarët, sepse ndërkohë që shqiptarët vuanin këtu, vuanin nga ana ekonomike, nga ana arsimore, nga ana shëndetësore, nga ana juridike, këta ndërkombëtar që vinin flisnin anglisht na thoshin që Shqipëria po shkëlqen, Shqipëria është, nuk e di, shembulli më i mirë i avancimit drejt BE-s e tjerë marina të tilla. Ndërkohë sot kemi një situatë ndryshe dhe fal punës që ka bërë Partia Demokratike, ndërgjegjësimit që ka bërë Partia Demokratike, misioneve faktmbledhëse që kanë ardhur këtu dhe kanë parë realitetin, situatën se si është, dhe sot kemi këtë ndërgjegjësim i cili shprehet ose manifestohet në raportin e IBAR-it, në rezolutën e kaluar në Parlamentin e Europian, në Komisionin e Jashtëm Parlamentit Europian, në raportet e Departamentit të Shtetit, ku janë shpalosur të gjithë problematikat që ka Shqipëria. Në Shqipëri sot nuk kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, kjo pranohet në të gjithë raportet që unë citova. Në Shqipëri ka një model ekonomik oligarkik që i shërben një pakicë të vogël të lidhur me kryeministrin. Në Shqipëri kemi një korridor të trafikimit të kokainës dhe të heroinës dhe të drogave sintetik që nuk ka qenë më përpara dhe që pengon ose i ndihet, impakton vendet e Bashkimit Evropian dhe shkon deri në brigjet amerikane. Kemi probleme me prokurimet, me PPP-t, kemi një korrupsion galopant. Transparency International thot që kemi rënë 11 vende vetëm në vitin 2025, në një vit të caktuar, dhe plot probleme të tjera të cilët qytetarët shqiptarë ndjejnë për ditë. Nuk është se ka nevojë t'ua thot dikush, po mirë është që të përputhen me realitetin dhe ato që thonë ndërkombëtarët. Dhe sot jemi në këtë situatë që ndërkombëtarët e kanë kuptuar që Shqipëria nuk është një vend ose një shtet i besuar për ta, një partner i besueshëm për ta. Dhe fajin e ka kjo qeveri, e ka ky kryeministër, një kryeministër i cili arriti të bëjpis dhe familjen e presidentit Trump këtu në Shqipëri me projektin e Zvërnecit, nga i cili është distancuar me sa lexova nga mediat dhe Affinity Partners. Ndaj në këtë aspekt s'ka se si të shihet si një partner i besuar, dhe kjo çon në rritjen e presionit nga jashtë. Tani, unë kam thënë, e kemi diskutuar dhe së bashku në biseda të tjera, që rritja e presionit nga jashtë nuk funksionon e vetme, nuk jep efekte e vetme. Rritja e presionit i jashtëm duhet shoqëruar me rritjen e presionit të brendshëm. Dhe Partia Demokratike, përveç se është ngritur vetë, demokratët janë ngritur vetë 13 vite, dhe kuranin gazin, dhe dhunën policore, çnjërzore, dhe shkopin e gomës, dhe plumbin e gomës, janë ngritur, kanë rezistuar, kanë qëndruar, dhe kanë bërë thirrje vazhdimisht që të ngrihen dhe qytetarët e tjerë. Ndaj, ne jemi shumë të lumtur sot që qytetarët janë më në fund në shesh, për 1000 arsye që mund të kenë, për të gjitha ato grupime që janë atje, një shumëllojshmëri grupimesh, secila me interesin e vet, po të paktën qytetarët shqiptar janë në shesh. Dhe në këtë mënyrë ne rrisim dhe presionin e brendshëm të gjithë së bashku, pa u fokusuar tek dallimet që kemi me njëri tjetrin, por me një qëllim të caktuar, të shpëtojmë Shqipërinë, të largojmë këtë kryeministër dhe të rrënjosim modelin që ai ka ngritur në këto 10 vite dhe më pas shkojmë zgjedhje si njerëzit pastaj, po. Jo, të ndërtojmë një qeveri teknike, tranzitore, kalimtare, kujdestare. Po që na çojnë në zgjedhje pa kontestuara. Dhe të afusim Shqipërinë në rrjedh normaliteti dhe të rikthejmë këto shtyllat e republikanizmit që janë shëmbur në këto vite. Është shumë e thjeshtë në të paktën si vijushmëri e çështjeve. Çështja këtu është që qytetarët duhet të kuptojnë që nuk duhet të përçahen, duhet të këmbgulin tek kërkesat e tyre për largimin e Ramës, për qeveri kujdestare e kështu me radhë, në mënyrë që ta rikthejmë Shqipërinë në normalitet. Dhe janë shumë ngjarje, shumë shtysa dhe ndërkombëtare dhe të brendshme që e bëjnë të mundur këtë gjë më në fund. Nëse më përpara duke e vështirë, tani nuk është dhe aq e vështirë. E qartë, se duhet ta mbyllim se jemi në limit kohës. Shpresoj edhe unë këtë që mos përçahen dhe të kenë gjithë pak durim dhe tolerancë